Qeveritë e Kosovës dhe Serbisë besojnë se zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet tyre nuk do të hasë në shumë vështirësi. Por analistët dhe vëzhguesit e pavarur thonë se ollësitë e marrëveshjes që ende janë të panjohura mund të ndikojnë në zvaritjen apo në shtyrjen e zbatimit të saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Qeveria e Kosovës miratoi sot projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Projekt ligji që duhet të vihet për të miratuar në parlament pasoi miratimin e planit për zbatimin e marrëveshjes nga qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haridin Kuqi tha se projekt ligji përfshin edhe marrëveshjen edhe planin e zbatimit të saj. Ky ligj i obligon që të zbatohet nga të dy republikat, ajo e Kosovës dhe Serbisë, mendimin e Bashkimit Evropian me forcat e KFOR-it dhe të EULEX-it dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Ndërkohë, kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha sot në Beograd se nuk pret vështirësi në zbatimin e marrëveshjes deri në 27 dhe 28 qershor, kur Bashkimi Evropian duhet të vendosë për datën e fillimit të bisedimeve për antarësim me Serbinë. Do 27-28 juna je predviđeno nekoliko koraka. Pre svega, deri në atë kohë janë paraparë disa hapa para së gjithash përcaktimi i planeve dhe zgjidhjeve ligjore që mundsojnë zbatimin e marrëveshjes, prandaj presim që vendimi i Këshillit Evropian të jetë pozitiv, sepse Serbia ka miratuar marrjen e datës, tha ai. Bashkimi Evropian ka mirëpritur miratimin e planit nga të dyja qeveritë. Tomas Njoki nga zyra e BE-s në Prishtinë tha se marrëveshja është historike dhe rrjedhojat që do të ketë. In terms of the security substance of the agreement, on the one hand, it secures Kosovo's territorial integrity. Sa i përket thelbit nga aspekti i sigurisë së kësaj marrëveshje, në njërin anë ajo siguron tërësinë tokësore të Kosovës që Bashkia Ndërkombëtare beson që e forcon qëndrueshmërinë rajonale. Marrëveshja ka për qëllim edhe integrimin e serbëve të Kosovës, ndërsa serbët sigurohen përmes një mekanizmi të rëndësishëm për të ruajtur identitetin e tyre në një midis të sigurt, cilin ata për një kohë të gjatë kanë konsideruar si armiqësor, tha ai. Gjatë një debati mbi pasojat e marrëveshjes mbi sigurinë, përfaqësues organizatash të ndryshme thanë se hollësit janë ato që mund të ndikojnë në zbatimin e marrëveshjes. Miroslav Hadžić nga Qendra për Politikat e Sigurisë në Beograd tha se ende nuk dihen përparësitë dhe mangësitë e kësaj marrëveshje. Prednosti će postati vidljive ili doneće koristi obema stranama. Përparësi do të shihen dhe do të jenë të dobishme për të dyja palët, për aq sa ato do të kenë fuqi të zgjidhen problemet e tyre të brendshme, qoftë politike, ekonomike e sociale, apo të vendosjes së sundimit të ligjit, tha ai, duke nënvizuar se marrëveshja mund të jetë e suksesshme vetëm nëse të dyja palëve u ndihmon të dalin nga mendësia luftarake. Ndërsa Arjan Dyrmishi nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim nga Tirana tha se marrëveshja ka dobësi, me që ajo është arritur nga udhëheqësit e lartë shtetëror pa një qasje më gjithëpërfshirëse. Është një marrëveshje kryesisht e udhëhequr nga elitat dhe që i ka munguar në vetvete një proces paqeje i mirëfillt dhe që mund të rrezikojë dhe besoj që kjo do të jetë një nga pikat e rëndësishme të zbatuesve të kësaj marrëveshje, që të mos rrezikon që të ketë një bashkëpunim ndërinstitucional, por që i cili mund të prodhojë një distancim ndërmjet komuniteteve. Dhe që mendoj që projekte të rëndësishme të cilat do të adresonin këtë çështje mund të jetë nevojshme si nga ana e shoqërisë civile ashtu dhe nga institucionet zbatuese të dyja vendeve. Mikpritësi i debatit Florian Çehaja nga Qendra për Studimet Sigurisë tha se hollësitë rreth zbatimit të marrëveshjes në veriun e Kosovës janë ende të panjohura, prandaj procesi i zbatimit në vetvete duhet të ngërthejë parimin e gjithëpërfshirjes. Marrëveshja rreth së cilës janë akorduar të dy kryeministrat me 19 prill u siguron serbëve në veri të Kosovës një shkallë të lartë autonomisë. Marrëveshja e mbështetur nga diplomacia europerëndimore shihet si një hap të dyja vendeve drejt integrimeve evropiane. Komisioni Evropian miratoi propozimin që Serbisë i jepet data e fillimit të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Kosovës ajo negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Por vendimi i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për këtë çështje që do të merret në fund të muajit qershor varet nga zbatimi i marrëveshjes në terren. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.